Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha foli para mediave për strategjinë e opozitës kundër qeverisë Rama, duke e cilësuar rrugën e vetme për largimin e kryeministrit, reagimin e qytetarëve nëpërmjet protestave. Nuk ka asnjë diskutim që Edi Rama bën gjithçka dhe jo bën, do të bllokoj drejtësinë, do përdor 83 mandatet e tij të krimit kundër drejtësisë. Dhe këtu, ndaj themin e, fjalen e vetme e kanë qytetarë shqiptarë. Ne kemi theksojmë, Edi Ramën nuk do ta heqë drejtësia, Edi Ramën nuk do ta heqin delta, atë do ta heqin qytetarët shqiptarë me protestën e tyre. Teksa rënditja ato që i cilësoi si afera të qeverisë, Berisha hodhi akuza për Durana Park në Durrës, i cili sipas tij ishte një skem të madh korrupsioni. Presidenti i kësaj kompanie ndër më të fuqishme në botë, me xhiro miliarda dollar, vjen në Shqipëri, se kjo ju premtue, se Ramaduro filloi të flasë për Silicon Valley në Durrës, por menjëherë kthetrat e egrat mafjes shqiptare përvetësuan projektin dhe kompania prestigioze amerikane nuk gjeti asnjë mundësi që të investonte në këtë vend. Ai komentoi gjithashtu aktivitetin e kryeministrit dhe të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, lidhur me projektin e parkut të energjisë Mer, duke kritikuar ashpër Ballukun dhe duke i quajtur turp të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Turpron çdo zyrtar të çdo vendi. Balluku është turpi i Shqipërisë, turpi i kombit shqiptar, turpi i qeverisë. Tani, opozita ka vendosur të përqendrohet e protesta, ndërkohë që deputetët demokratë do të pengojnë zhvillimin normal të sesionit të ri parlamentar që nis të hënën e ardhshme. Protesta kombëtare pritet të zhvillohet në 24 janar, duke shërbyer si moment kyç në aksionin opozitar për të sfiduar qeverinë.